Vërtet mendon se ka zgjedhjen Partinë Demokratike sa kohë që është Sali Berisha gjallë? Po e qeni mos u merrni me këtë punë, se është turp kush u dëgjon një. Për ne që kemi pes para shkollë dhe pes para mend, ne konsiderojmë turp të diskutojmë këtë gjë. Jo zotëri, s'ka zgjedhje atje. Atje ka urdhër të Sali Berishës. Këto marrim në atë pelena delegat. Do marrim Zaçën, Gurin, Thanasin, Vangelin. Do vinë këta dhe këta që do vinë me urdhër këte nga lartë, këta do vinë ato që themi ne këtu në qendër. Dhe kjo është bërë historikisht. Në të tëra partitë, jo vetëm në të tëra këto bandat e quajtura parti, qoftë PD, qoftë PS që janë ku janë. Ti ke kryetar partish kanë nga 30 vjeç që janë ndruar. Se njojnë zgjedhjen, se njojnë ato të drejtat e qytetarëve për të kandiduar. Mos i zën gojë turp të thuash zgjedhjen Partinë Demokratike. Kur e bën ndonjëherë? Asnjëherë. Vetë gjithë jetën Sali Berisha kryetar. Si e ka Kim Jong-uni. Sali është Kim Jong-un, o zotëri. Edi Rama është Stalin. Këtu jemi, në këtë nduar të këtyre jemi. Këtë vendimin e Partisë Demokratike për përjashtuar, për të mos lejuar që të marrin pjesë kandidatët kundër Berishës. Tregu si shkëlqyeri demokracisë të Partisë Demokratike, këto janë turpe më. E di ç'është ajo? Ajo është dhunë e pastër. Nuk i unë që këtej dhe pik, ka atë rrethin e tij të ngushtë kriminal që e ka bërë deputet me listat e mbyllura, që nuk ja konteston njeri ata, që nuk i njeh populli fare se ç'janë, dhe nxjerrin ligje në bashkëpunim me këtë sharlatanin tjetër që drejton shtetin. Mendoni që zoti Berisha mund ta rikthej Partinë Demokratike dhe një në pushtet? Po të bëhet dhe një 20 vjeç mbase, kush e di. Po të gjejnë një eleksish që të bëhet i ri. Ka mbaruar Berisha, zotëri. Berisha është kthyer në një llapaqen, në një megaloman, në një që di vetëm të flas, edhe s'thot asgjë, flet tërë ditën, dhe asgjë nuk thot. Harrojnë që mund të bëjë Sali Berisha më. A nuk është Sali Berisha që ja dha gjithë pushtetin lokal Edi Ramës dhe e ka i sot e kësaj dite, dhe do fitoj edhe një 30 zgjedhje të tjera Edi Rama me ato bashki që ja dha që hoqë opozitën Sali Berisha. Sali Berisha ka tradhtuar i pari Partinë Demokratike dhe demokratët shqiptarë. Po idiotët nuk kanë sy në ballë të shohin se kush është Sali Berisha, po vazhdoni vetë mbrapa. Ikni se mire keni. Miru a bën. Avokat, kemi parë një video të Adriatik Lapajt i cili tregonte se nafta merre me tren dhe dërgohet. Është absolutisht e vërtet. Është absolutisht e vërtet. Provojni, shkoni natën Durrës, Fier Vlorë. Domethënë nga Ballshi në Vlorë. Shkoni, verifikojeni. Mos e leni bie fjala, e zëm se gënjena, un jam kundër Adriatik Lapës, sepse nxori Sorosin në krye, edhe Edi Rama e nxori që e bëri faktor politik. Por megjithatë këtu thotë një të vërtet. Shko për gënjeshtroje. Ka që thjesht është. Shkoni natë për natë. Nafta jonë zotëri ikën jashtë. Dhe neve është me qëllim që të dobësojnë të varfërojnë shqiptarët mos kenë fuqi të ngrojnë krye. Ky është objektivi tyre dhe po e realizojnë në mënyrë perfekte. Po e realizojnë në mënyrë perfekte, duke varfëruar skajshëm, se ne kemi pasuri që jetojmë ta me Luk Floriri, por lekët tona ja Rama, Belinda, Berisha, të gjithë këta banditët, kriminellet që kanë uzurpuar atë politikën shqiptare, parlamentin shqiptar, që është parlament, s'është parlament. Si shpjeguhet avokat që gjithë kompanitë që kanë shfrytzuar naftën në tokën në Shqipëri, qoftë Pangers, qoftë kompanitë të tjera, dalin me humbje. Dalin me humbje. Dhe ndërkohë kur shef rrogat e punonjësve i kanë nga 10.000-15.000 euro. Po bën vaki që të dalësh me humbje në naftë, seriozisht e flet. Bën vaki të dalë nafta me humbje. Nafta? Jo, zotëri. Po ata Kasile i deklarojnë me humbje, Kasile i pranon dhe Ministria e Financave, dhe Kryeministria, dhe shteti.
Shtet i kapur nga banditët, ekonomi e kapur nga banditët, nga hajdutët, nga kusarët, nga kriminalet, të kryesuar Sali Berisha, Edi Rama dhe gjithë kallën kusuri që vi pas tyre. Avokat, në Kosovë do të mbajnë zgjedhje parlamentare. Do dalë prap Albin Kurti, ta them unë. Cili është qëllimi që të bësh zgjedhje, dalësh prap i pari dhe prap të shkosh në zgjedhje? Sa i vetën nuk e zgjedh dot presidentin. Dhe të vazhdojnë ashtu. Sa kohë do mbështesin ata krerët e UÇK-s që rrinin në vilën 31 në Tiranë, zgjedhje do këtë Kosova. Nuk e duan Hashim Thaqin, more, nuk e do populli i Kosovës. Ore, nuk e do. Shqip. Avokat Hashim Thaçi është në burg. Po atë përpiqen që ta zgjedhin kryetar prap. Do të dalin një që Po s'del nga burgu ai, ja fusin kot, se janë, ç'të them tani. S'kam të drejtë të them një fjalë tjetër. Nuk del nga burgu ai, zotëri, ka vrarë njerëz, ka vrarë shqiptar ai, pasi ikën forcat sërbe nga Kosova. Ai ka vrarë shqiptar, ka bërë pastrim politik, ka hapur rrugën për partinë e tij, për qeverinë e tij. Kjo është një vërtetë e pakundërshtueshme, se ma kanë thënë kosovar kur vajta në një intervistë në Kosovë. Kaq. Po pse vazhdohet me zgjedhjen në momentin që zoti Kurti mund propozoj një president ose t'ja lej opozitës propozoj një president dhe të zgjidhet një president që të jetë konsensual. Pse duhet të Pse ta bëj atë gjë? Në emër të kujt? Në Se emër të Kosovës. zotëri, shumicën e votave e merr ky. Zgjedhje brenda vitit. Shumicën e votave e merr ky, çfarë duan ata? Po pra shumicën e votave ta marr ky, duan ata që thot president. Jo, zotëri, s'do populli. Më propozoni 3 emra nga. Jo, nuk propozojmë as. Jo, të mos u thot fare hiç. Të mos u thot fare hiç. Ai ka shumicën lidhur në përpjet. Po s'ka shumicën për zgjedhur presidentin, si do e bëj? Dhe mos sa ketë. Po do shkoj prap në zgjedhje. Prap. A s'është kosto për 20 herë. S'është kosto për Dhe vendin? tjetë. Më mirë djepi tha se shejtani brenda. Më mirë të bëj 20 herë zgjedhje të dalën ata që janë për të dalë nga gjiri popullit të Kosovës, se sa të vjen prap kriminalit komunistë në Kosovë, ata që ishin për Ballkanin e hapur, ata që dhanë troje, malizie, ata që ishin pro-serbe, jo, mos vi. Albin Kurti e bëri shtetin shtet. Duan apo s'duan armiqtë e tij të përcasin. Albin Kurti bëri shtetin shtet. E para mungon ligji për aksidentet me vdekje. Një njeri që vret dikë me makinë dhe që del fajtor ky që ka mjeti në dorë, pa tjetër duhet të dënohet maksimumi 20 vjetë, kështu minimumi 20 vjetë. Me qëllim që të tjerët, kur të hipin në makinë, të mendojnë mirë se ku do jetojnë në qoftë se bëj një aksident dhe vrasë një njeri. Se këtu vritet njeriu si kur vritet një pul, apo një qenë në rrugë, dhe bën 2 vjet burgaj, ose paguan e s'del fare, edhe del fare se konsiderojnë aksident për fajt të këmësorit apo për fajt të qytetarit, apo për fajt të makinës tjetër për balë, pra janë 501 mënyra për ta shfaqsuar dikë që ka vrarë një njeri. Zotëri ka vrarë 2 fëmijë, ka vrarë 3 dhe i treti ishte i smur, rënd. Kush do përgjigjet për ata fëmijë? Se ne do të japim këtij idiotit, se idiot është ai që ka bërë gjë të tillë që hipën në makinë i dehur. Do të japim miliarda na kthej fëmijët. Ka që thjesht. Por në aksidentet automobilistike ka probleme të tjera shumë të rënda. Një nga problemet e rënda është që janë prishur të tëra hekurat anësore nga aksidenti apo nga trafiku i gabuar i drejtuesit të mjetit, dhe ai nuk e paguan riparimin e asaj atij hekurit anësor. Ai nuk e paguan dëmin që bëhet në rrugë. Ai nuk e paguan dëmin që e lë pa punë makinën tjetër që i ka bërë aksident. Se e lë pa punë atë disa ditë derisa të rregullohet makina, derisa gjej makina. Pra,
Janë shumë gjëra që duhen paguar dhe po të vihen të gjitha këto në ngarkim të personit që ka bërë aksidentin për fajt të tija, atëre aksidentet do zvoglohen në maksimum. Mund të kemi vetëm 5% të këtyre aksidenteve që kemi sot. Për të mos folur pastaj për dhënien e patentës, për kurset që bëjnë për të marrë patentën, që s'bëjnë kurs fare. E kemi bërë kursin 9 muaj kur morëm patentën me zis neve, brezi ynë. Dhe di mirë se çdo të thot makinë në dorë. Makina na është thënë është një armë që vret. Kështu do ta konsiderosh makinën. Është armë që vret njerëz dhe praktikisht dje ai ka vrarë 3 fëmijë. Dhe ç'deshi atje që shkoi atje? Se fëmijët nuk janë në rrugë. Pra ky njeri duhet dënuar maksimalisht. Dhe të gjithë këta që bëjnë këto lloj aksidentesh, dhe çfarëdo lloj aksidenti, po ky që është aksident me pasojë vdekjen, duhet dënuar maksimalisht. Do marrim rastin që kam unë në Sarandë, në borsë të Sarandës. Personi që ka bërë aksidentin, le njërë që gënjeu dhe mashtroi prokurori Sarandës dhe ai mjeku ligjor i Sarandës e gjithë personeli policisë Sarandës në vitin 2019, që vrau vajzën e botës ai dhe quajtën aksident, që atje në fakt nuk është aksident, po është vrasje e pastër. Dhe ai është i lirë. Është akoma i lirë, dhe tani që flasim bashkë. Është i pandehur, po është i lirë. Zotëri, e ke marrë pandehur, vuri hekurat, të bëhet hetimi i plot. Nuk e bëj. Pra, toleranca korruptive në gjykimin dhe në studimin e aksidenteve është faktori themelor që vriten njerëz. Avokat, ju e përmendët që fëmijët ishin në trotuar duke luajtur. A është kjo edhe mungesë e parqeve dhe ndërtimeve vetëm pallate, pa menduar dhe për hapësira ku fëmijët duhet shkojnë në parqe për të luajtur? Zotëri, ajo është një çështje që ne nuk e zgjidhim dot këtu, unë e ti bashkë në këtë bisedë. Ajo është një krim i madh mbar kombëtar që bëhet në Shqipëri, në të gjitha qytetet, jo vetëm Tiranë e Durrës. Pra, shteti ose ajo band kriminales që drejton shtetin shqiptar, ose më mirë me thënë ato banda kriminales që e drejtojnë shtetin shqiptar, që nga viti 91 e këtej, nuk pyesin për jetën e njerëzve. Sepse për vete të tyre udhtojnë me eskorta, udhtojnë të shoqëruar, udhtojnë me makinë të policisë dhe nuk u afrohet njeri. Kështu që në këto kushte s'mban njeri përgjegjësi, asaj ne s'kemi që bëjmë. Ajo që kemi ndorë neve është që të themi prindërve, o prindër të nderuar, o ju që rrisni fëmijë sot, që shpirti juaj e di se si rrisni ata fëmijë, dhe se sa harxhoni për t'i rritur ata fëmijë. Mbajni fëmijët me vete, mbajni fëmijët në shtëpi, rrini me ta bashkë atje ku shkojnë dhe losin, mos i lejoni që të luajnë në rrugë, mos i lejoni pa kontroll, sepse sikundër e shikoni ndodh edhe kështu. Ka dhe të tillë, të mos them ndonjë fjalë, jam në media, nuk mund ta them, se që janë këta mostra që vrasin fëmijët, që hipin në makinë të dehur zurxull, edhe del ai thot, e më punë e madhe se aksident automobilistik është thonë. Sirë që ka aksident të pësh në trotuar. E vrau para ca vjetësh ai me X5 vajzën e botës në trotuar dhe as u ndalua fare. Pse se kishte daj kokalin, kishte mbështetje politike. Pra ne kemi këtu të keqen. Kjo punë duhet zgjidhur. Për këtë është prokuroria, po prokurorët e gjyqtarët janë të blerë si kudo edhe vazhdon kjo histori. Çfarë do të bërë konkretisht avokat? Cilët janë hapet që mendon se duhet ndërmarrë shteti për të përmirësuar këtë gjë? Në radhë të parë kemi shtet serioz, që se kemi. Se kemi. Në radhë të parë ketë deputet serioz, që nuk i kemi. Sepse ke deputet e Zengjinean, do bëj Zengjineja ligje? Si thua? Nuk bën Zengjineja ligje, është e pamundur. Se nuk di, nuk merr vesh. Ligjet bëjnë të shqyrtojtura komisione për se cilën ligj sferë të shoqërisë,
Dhe shqiptarëve u japin ligjin të miratuar, jo për ta studiuar. Gjithë bota e qytetëruar e bën një projekt ligj sot, e hedh në gazetën zyrtare dhe fton të gjitha shtresat e shoqërisë që janë të interesuara për ta studiuar këtë ligj dhe që preken nga ky ligj, duke dhënë të gjithë qytetarët mendimet e tyre, atëherë bëhet ligj. Dhe nëse nuk merren parasysh mendimet e qytetarëve, atëherë fillojnë protestat. Në Greqi që kam jetuar 15 vjet, kjo praktik ndiqej. Nuk e di tani, mund mos ndiqet më. Se tani kanë marrë tjera urdhë, tani nuk pyesin, tani duan vetëm t'i vrasin njerëzit. T'i vrasin me vaksina, t'i vrasin me makina, t'i vrasin me ilaçe, t'i vrasin me çdo lloj mënyre, t'i vrasin me ndotje të ajrit, t'i vrasin me prerje të kullotave, t'i vrasin me të ashtu quajturat pakete maleve. Pra tani kanë detyrë që kanë marrë urdhër që t'i vrasin njerëzit. Po deri dje nuk ka qenë kështu. A duhet ketë një reagim nga shoqëria shqiptare? Po cila shoqëria shqiptare është e vdekur? Pse me të vërtet mendoni se ka shoqëri shqiptare, ja shikoj. Do ishin të tërë në durrës dje. Do mblidheshin të tërë në durrës dje. Dhe do të kërkonin gjykatës Durrësit dhe prokurorisë Durrësit që ky njeri të dënohet me burgim të përjetshëm. Se si kanë faj 3 familje atë që ushoi derën. Nuk e kanë bërë gjë atija. Për këta, veçanërisht për këta që bëjnë aksidente si janë në gjendje të dehur, absolutisht burgim të përjetshëm. Do të shihni të bëhet ky ligj, të vendosen të dënohen 4-5 kriminal të tillë që vrasin njerëzit në trotuare dhe në rrugë, në vendet ku janë të lirë qytetarët, shifeti do ketë më aksidente? Jo, të garantoj unë që nuk do ketë më. Secili do që të jepin makinë do mendoj mirë çfarë do bëj po që i dehur. Ku do vej? Avokat, po standardet e rrugës, a të lenë që edhe shoferit ketë problematik në... Tjetër histori e dhimbshme ajo. Unë ju ftoj juve të vini me makinën time, të shkojmë nga këtu në Kakavije, nga këtu në Shkodër, dhe do marrim kalibrin, ta vendosim në vendet ku janë bërë gropat në asfalt. Do shikoni që nuk ka stres asfalti më të tras se 2 cm gjysmë. 2 cm gjysmë. Që minimumi duhet të jetë 8 deri 10 cm. Me ligj dhe me teknologji. Po pse nuk është kaq? Sepse ato lek do t'i haj Belinda dhe Belindrat që kanë kaluar në drejtorinë e rrugëve të Shqipërisë. I hanë ata lekët. Prandaj është kjo situatë. Lere pasaj vizimin e rrugëve. S'ke fare shenja në rrugë. Absolutisht asnjë. Tani bën këtë që përfunduan autostradën Nati-Arana në Kashar, e kishin vizuar asfaltin e ri dhe mbajnë mend, në u vizofta ai mbas një 15 vjetësh të tjera. Shenjat e vizimit në rrugë zotëri janë të detyrueshme, janë orientuese shkëlqyer, qoftë natën, qoftë ditën, dhe veçanërisht në ditët me shi. Të udhëtosh në ditët me shi në jug të Shqipërisë të bie infarkti. Automatikisht do bësh aksident. Se nuk shef se ku vete. Nuk shef se ku shkel. Nuk dish këte apo është këtej. Te bishti zhurit kam bërë në aksident. Në shi, në një shi, në një furtunë të tmerrshme, makina me dritë të gjata përballë, absolutisht as mund të orientohesh ai gjikundi se ku po shkoja. Ku ti kërkoj llogari? Te kush tankohem? S'ka. S'ka. Kudo që tankohesh, zgjidhet problemi me lek. Avokat, pati edhe një reagim të zotit Rama lidhur me këtë ngjarje ku u kërkoi mediave që të mos publikonin pamje të tilla. Jo more, të mbulojmë pistoqet e Belindës, ë? Për këtë pas ka kërkuar shoku Rama? Po shoku Rama. Po hebreu Rama, se je hebreti, si je shqiptar. Po zotëri, së dhimbsen shqiptarë ty. Ty të duhet vetëm që të paraqitet gjendja e mrekullueshme si kundërthua dhe zgërdhihesh në për intervista të ndryshme që jep, se dele zgërdhihesh ti, për të thënë shqiptarëve që jemi për bukuri, për të thënë dhe botës që jemi mrekulli. Në fakt,
në fakt e ka kthyer Shqipërinë në një kasapan ku vrite njerëz, edhe as pyet njeri, as funksionon, as ligj, as dreq, as shejtan.